Normalisht, lëvizja vetëvendosje ka qenë një grup simpatike në kuptimin e zhvillimit të fushatës edhe fushatës se cilës gjë që kanë kriju ka pas kreativitet, ka pas edhe përbërjen e strukturës, ka pas shumë njerëz inovatorë në konë mrena për mrena, edhe në slogane, në statuse, kështu me radhë. A keni besu në herë në këtë kompozicion politik? Për fat keq po, kom besu, s'me me më hu tash, edhe nuk e më haj, kom besu shumë në idenë që Kosovës e vy një parti e tilë, e cila e kalon Kosovën një tranzicion, pa tjetërsu shumë të momentit. Kom besu një idenë që ata djemë dhe vajzat e reja që u patën kyç atje prej Shpendit, Dardanit, Fisit, djemëve të tjerë, së bashku me disa që ta shende janë aty, kanë një ide konkrete se si duhet me u qasë Kosova në këto problemet ekstente që ka pas. Sepse pa marrë parasysh që Kosova është zhvillu, edhe në besoj që Kosova është zhvillu gjaty në viteve, me në që ka mujtë më zhvillu ma shumë. Krejt mendojmë ashtu. Do shta ka mujtë edhe më pak. Absolutisht. Por me zata, gjithë kemi dasht me besu që mundet ma shumë. Kom besu në këtë kompozicion edhe mas pari, si me thonë, kjo thymja të unë vjen kër e shof që ata ndohen për qanë me zveti. Mas përqarës me zveti e pashtë që një si me thonë, një ide autoritarit ndaj një personit edhe një përullje ndaj ideve që një personit që unë kurse kom pëlqy. Kurse kom mendu që mas dekjet prezidentit Rugova ka me dalë tash një person tjetër që ka me qenë mbi gjithë, se nuk mendoj që në vendet të Evropës duhet me pas gjanat të tilla. Sa unë du Evropën e nuk mendoj që shtetet e Afrikës kanë zhvillim ose disa vende të Azisë kanë zhvillim, sepse ata lidhen për persona, për se kem të miteve dhe të ideve që kjo është maj miri, maj menqme, diçka. Në Danimarkë, Suedi, Norvegji s'ka kësi gjana, kërkush pilas nuk i njeh shumicën e politikanëve. Edhe kjo është pastaj një gjatë që kom fillu me up, edhe e treta kom fillu me pa që shumica e fjalëve që janë thonë kanë fillu me undru. Shumica, Bashkimi Kombëtar është harru, ideja që unë kam pikën ma të dopt dhe vazhdoj me pas. I vetëmi njeri që ka mujt me dëmtu për mu, idenë e Bashkimit Kombëtar, ku njeri që mas shumë të ka folë për Bashkimin Kombëtar. Nuk mundet me dëmtu idenë e Bashkimit Kombëtar, dikush i cili kur s'ka folë shumë për atë punë. Po kur dikush folë edhe të bën me flamura, edhe shkon stadion kombëtar, edhe del në parlament i vënë ato flamura, edhe në fund tash primen caktum transformohet këtë për të këtë, tash shumë njerëz ndikohen pikërisht për çati se thonë, ej, s'po bëj ka, nashta një men nuk ka mirë Bashkimi Kombëtar. Që kjo është për mu gjatë që më ka thy me njerë mësalesh, se këmë thonë, tash unë këmë luftu me mishë me shpirt, pikrish për qitësen, se i ka ides themelore që më besaj. E dyta, blejshqip, prodhëshqip, një pi sektorëve ma të goditën gjatë tyne vjetëve është pikrish ta që po prodhojnë në Kosovë. Që po prodhojnë Shqip. Pikrish. E pa të në mu shtetin, blejshqip, kush o godit mas shumë të shtrejtë arrymen, tash tatimin në pronë, rrogën minimale për shkak të populizmit, që s'duhet ajo, pa ajo veç është rritë dhe para se me bukta, krejt ideet janë të e sulmu ata që pikrish po prodhën Shqip. Prodhusi vendor, kur pa të bloku kufiri, dhe më thonë atër me Serbi, ka pas një farë boostin kone e Zojta Haradinaj. Me gjitha ta, tash është i hapën kufini. Mos bleni plazma, tash këtë marketet kanë plazma. Mos bleni produkte Serbisë, këtë marketet janë me produkte Serbisë. Mirë, Armal, pse përfiton vëlla? Krejt që to janë thonë për 4 vjetë qeverisje, edhe që rrjedhimisht po bëhen edhe 1 vjetë si qeverinë detyrë. Njerëz kanë folë me zë të lartë, edhe i kanë nxjerrë këto anomali edhe në televizion, edhe në mediat shkruar me portale, gjithë ka, por që aje e bonë një ndryshim që e te kaloj edhe e te kaloj i vetën në zgjedhjet e 2021 që fitoj me 14 shkort 50% po tash e ka te kalu vetën këto zgjedhje. A nuk keni mëri, a nuk keni ditë s'po ju zëfa juve, sepse jo e një vonë, një kyç që 2 muja diçka kështu, as keni ditë me u artikulu, as keni mujt me përçu mesazhin, apo idhnimi është i madh,
mendoj jetën që gjitha nga pak. Gjitha nga pak, disa më shumë, disa më pak, po krejt këto që i përmende kanë diku. Isha nis pit fundit, po i dhënimi ka qenë i madh. Qeveritë e kalume kanë bo gabime të caktume. Kanë bo gabime të caktume, cilat na të du të mi marë barë, unë si antar i një partije, po me gjitha to, unë prapë mendoj që puna që e kanë bo ka qenë shumë i madhe se gabimet, populli normal dhe opozita në atë kohë, lëvizat vendosur o marë me gabimet, nuk o marë asnjëherë me punën. Asnjëherë nuk e kam përmend që LDK-ja dhe partitë e tjera kanë kalu Kosovën për tranzicione shumë të rënda. Çlirimi, liria, pavarësia, shteti, institucionet, ushtria, policia, infrastruktura, gjithçka ka kalu ende pa ardhur lëvizjave të vendosjen për shtet. Ky shtet është ndërtu, por ata janë marrë me keqpërdorimet, me nepotizëm, me rastet korrupsioni, cilat mirë që janë marrë sepse duhet më marrë tash edhe na me rastet korruptive të tyre, po ato janë hiperbolizu. Edhe është kriju një frym që këtu në këtë vend nuk është bo kur gjë, këtë vend nuk është bo kur gjë, dhe gjithmonë një shtet mas 20 vjetë qeverisje të disa partive lyp një farë lloj tranzicioni. Pak a shumë kjo është e pritshme. E dyta, çka ka ndodhur të na që ne si parti politike, unë e marr këtë fajin vet, nuk kemi ditë mirë me komuniku me qytetarin, ndoshta s'kemi punu mjaft, ndoshta duhet me punu shumë a shumë. Pse? Pse s'keni ditë çka duhet me bë? Ndoshta duhet me qenë ma të qasshëm, do të me qenë ma thjesht në komunikim, me hek pak, ndoshta, po flas, arrogancën, ndoshta me hek pak prepotencën, edhe krejt këto na duhet me i kultivu, me bisedu me ta, me qenë ma të qasshëm teren, ma të qasshëm telefon, me janë dëgju problemet, me janë dëgju ankesat, me janë dëgju kërkesat, se shumica e qytetarëve që më ka rënë me bisedu me ta në fushat, i kanë kërkesat bukur të thjeshta, nuk kanë kërkesa kriminele, kanë kërkesa me ndëgju, me bisedu edhe me gjetë një zgjidhje për 99% probleme nuk janë as probleme, janë blokada të këtu naj dokument, naj qasje, naj qabudjen. Edhe gjanat e tilla unë, së bashku me partinë me këtë, duhet me i kuptu edhe me qenë shumë atë minë komunikim në përcjent mesazheve. Probleme që i kanë bo keqpërdorimet, aferat korruptive nuk kemi ditë mirë me i tregu. Kemi e patëm aferën e WhatsAppit për shembull, s'kemi ditë me përçu. Ata vrejet si janë marrë vesh për me i vendos kryeshefat e caktuar pozita, domethënë një person që s'është fare në parti, një person që është ministër me një kryeshef, nuk kemi ditë, e shumë aferë ma e rënë se afera Pronto, po sot përmendet Pronto e nuk përmendet afera WhatsAppit. Kemi pa keqpërdorime të mërshme në energji elektrike ku me një grup WhatsAppit përcaktuhen disa njerëz se kujt më ia dhani tender multimilionsh. Shumë pak kemi ditë me përçu këto të qytetari. Unë mendoj që kemi ra pak edhe në grupën e populizmit ekonomik, edhe mendoj që këtu do të me ndru shumë, tash është lehtë me folë se kalun zgjedhjet, por mendoj që sidomos ne si parti politike do të kthehemi te ajo esenca se çka ne besojmë që është qendra e gjatë, edhe domosdoshme që është mbrojtja e sektorit privat, mbrojtja e ndërmarrësisë, ngritja e kapaciteteve të ndërmarrësisë në Kosovë, sepse shteti zhvillohet për ndërmarrësve të vegjël edhe të mesëm, të cilët kanë nevojë për ndihmën e politikës, ndihmë në gjitha aspektet. Ashtu mbushet buxheti i shtetit, ashtu rritet rroga minimale, ashtu rritet rroga mesatare, ashtu rritet GDP-ja e Kosovës. Nuk rritet GDP-ja e Kosovës me lëmosh ka 100 euro, por rritet të ndihmu ndërmarrësinë, inovacionin, sektorin privat që ata me u zhvillu. Në krejt botën është kjo. Kjo që e thëm, nuk është që po kam qef ose po besoj, është sepse kemi dhënat mjaftueshme në botë se si shtetet në zhvillim kanë mri me u avancu edhe si ato në zhvillim kanë mri me u dopsu. Shtetet cilat e kanë pas qasjen e mirë ndaj ndërmarrësisë dhe inovacionit, janë zhvillu ma shpejt se shtetet që e kanë pas qasjen ndaj dhënies së lëmoshës për njerëz të caktuar, sepse është shumë afat shkurt ajo. Tash me e thjeshtësu, përse këtë ideja pse ti e bën një shtet në aspektet fiskale, domethënë kur ti krijon taksa si koncept, është me i mbledh do pare prej njerëzve, me e bo një tub të madhe të pareve, që me mujt me qato pare me ndërtu diçka, të cilat s'munësh me i ndërtu veç a veç.